Po, natyrisht është shumë e saktë dhe është një proces shumë i gjatë që përmendet edhe ju i hartimit të këtij ligji, pra për i vitit 2021 dikun kur ka fillu iniciativa prej qeverisë, edhe ka qenë pako realisht e 3 ligjeve. Ligjit për Këshillin Prokurorial, pra ligji për cilën po flasim sonte, ligji për prokurorinë speciale dhe ligji për prokurorin e shtetit. Pra kjo ka qenë pako reformuese e propozuar nga qeveria e Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë për reformën e nevojshme në sistemin prokurorial, duke i pa problemet që ballafaqohet sistemi prokurorial. Përderisa 2 ligje tjera, ligji për prokurorinë speciale dhe ligji për prokurorin e shtetit janë miratu, kanë hyrë fuqive janë duke u zbatu, ligji për Këshillin Prokurorial për shkak të një reforme goxha thelbësore dhe për shkak të synimeve të cilat kanë qenë të drejta dhe është përmendur domethënë për Ministrisë së Drejtësisë prej fillimit që Këshilli Prokurorial ka nevojë për një reformë, ka hasë për disa pengesa gjatë këtij procesi. Pra e përmendet edhe ju që kanë qenë 3 opinione të Komisionit të Venecias, gjykimi i gjykatës kushtetuese i cili ka qenë i muajit prill i vitit 2023 dhe më në fund u dha domethënë drita e gjelbërt edhe gjykata kushtetuese ka vendosur që presidentës më ia dërgoi për shpallje ligjin për Këshillin Prokurorial. Esenca e këtij ligji dhe pse është ky ligj i rëndësishëm, unë kisha përmend vetëm disa pika sepse besoj që shtellojmë mandej edhe detajet gjatë emisionit, po deri tash, domethënë ligji Këshilli Prokurorial ka funksionuar me 13 anëtar, që mas pari ka qenë një numër shumë i madh i anëtarëve në raport me numrin e prokurorëve sa janë në Kosovë, edhe prej tyne kryesisht masën më të madhe ka funksionuar me 10 prokurorë, edhe vetëm rishtazi viteve të fundit janë zgjedhur 2 anëtarë jo prokurorë, që e ka krijuar një farë lloj të rrezikut të korporatizmit, sepse në institucion i tillë ka që rëndësishëm, si që është prokuroria, shtetit dhe Këshilli Prokurorial, duhet me funksionu me ma shumë transparencë, ma shumë llogaridhënie, ma shumë të përfshirje të edhe të palës laike me qujt, edhe të personave domethënë tjerë profesional, të cilët nuk janë të varur prej prokurorëve tjerëve, të cilët nuk janë të përfshim, nuk e kanë vetëm synimin domethënë me zhvillu karrierën sikur prokuror, por mundën marrë në Këshill Prokurorial edhe me jap kontributin e tyre, edhe me kontribu natyrisht edhe me kanë më transparent raport me organizata tjera, me publikun edhe me të gjithë. Na thoni kështu, sepse për ne që nuk jemi ekspert të fushës, duket shumë e thjeshtë që të rregullohet numri i pjesëtarëve të Këshillit, pra përbërjes strukturës së Këshillit Prokurorial, po ishte për ju kaq e komplikuar sa të përcaktohej me ligj sakt që nga fillimi mos duhej kaq shumë kohë për një gjë që sepse krejt sfida ishte aty, pra te numri tek përbërja e Këshillit Prokurorial. Te përbërja edhe tek sepse gati 5 vite ju desht këtij ligji ta rregulloj këtë çështje. Po, 3 vite gjysmë, po përbërja edhe proporcionaliteti. Po nga momenti kur është iniciuar. Natyrisht, po përbërja edhe proporcionaliteti mes anëtarëve prokurorë dhe jo prokurorë, sepse u kanë disproporcionale. Mirë po, domethënë prap jemi tek propozimi vitit 2021. Ministria ka insistuar atë propozim 7 anëtar, për të cilëve 3 prokurorë, kryeprokurori i shtetit, 3 anëtar jo prokurorë. Prap ai propozim ka shkuar ndër vite, tash ka pas pengesa, ka pas edhe vonesa për gjykatës kushtetuese, po me ky vendim është edhe vendimi i parë, ka qenë dikon më shumë se 9 muaj, edhe ky vendim është prit 9 muaj, madje ky vendim është edhe jo i befasishëm, është vendim i pritur, sepse është konsultuar shumë edhe është diskutuar shumë ky ligj edhe me partnerë ndërkombëtarë, edhe me organizatat e shoqërisë civile, edhe me vetë sistemin prokurorial, mirë po që disa deputet të partive politike të PDK-s dhe të LDK-s kanë vendos me dërguar gjykatë kushtetuese jo për shkak të kontestimit substancial të ligjit, çka edhe vetë gjykata kushtetuese ka konstatuar, po më shumë për zvarritje të procesit. Si një mjet për me blloku një ligj i cili pothuajse gjithë në grupin punues domethënë janë pajtu për atë ligj. Kështu që kanë qenë pengesa procedurale, por prap është mirë që ka përfunduar suksesshëm. Po. Ju si shihni krejt këtë rrugtimin e këtij ligji, zoti Hoxha po thotë që sërish është kthyer në substancë ashtu siç ishte propozuar që në fillim, pra si ta quajmë këtë rrugtim, ishte e tëra kot kjo zvarritje, apo vërtet është ligj i tillë i komplikuar që duhet bërë një herë mirë me mbështetje të gjykatës kushtetuese? Fillimisht ndoshta para se me kalu tek procesi që si i KD kemi qenë vazhdimisht pjesë që nga fillimi deri më tani,
E para du me theksu që lajmi apo njoftimi i gjykatës kushtetuese se ky ligj është në përputhje me kushtetutën është definitivisht lajm i mirë. Për shkak se korporatizmi është një prej problemeve, korporatizmi në sistemin prokurorial është një prej problemeve kryesore të këtij sistemi. Siç e ka konstatuar dhe Komisioni i Venecias, kjo përbërje korporatiste për 13 anëtarëve, 10 për cilëve kanë qenë prokuror, ka qenë e prirur mos me garantu llogaridhënie brenda sistemit prokurorial dhe nuk ka pasur edhe mekanizma adekuate jashtëm për kontrollin dhe për ngritjen e cilësisë së punës, llogaridhënies, transparencës etj. Tash për shembull, kur flasim për korporatizmin, për këtë përbërjen, kjo tash nuk është më vetëm çështje teorike, abstrakte. Kjo është reflektuar në praktik. Shohim mungesë të transparencës, shohim kundërligjshmëri të vazhdueshme në Këshillin Prokurorial të Kosovës në proceset e avancimit, në proceset për përzgjedhjen e pozitave të caktuara etj. Shohim riciklim të ftyrave të njëjta brenda sistemit prokurorial të Kosovës për vite e vite, dhe gjitha këto do të thotë janë si rezultat i këtij korporatizmit që ka qenë në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Dhe reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës definitivisht është një lajm i mirë dhe që paraqet një avancim në fushën e sundimit ligjor. Dhe si konkretisht e lufton këtë korporatizmin zvoglimi i numrit të anëtarëve të Këshillit? E zvoglon për shkak se për dallim prej më herët që 10 kanë qenë prokuror dhe që këta prokuror do të thotë është dashur të mbojnë përgjegjës dhe llogaridhënës pjesën tjetër të prokurorëve, tani janë 4 prokurorë në raport me 3 anëtarë të jashtëm. Do të thotë balansi, do të thotë ka një farë balansi. Është kryeprokurori i shtetit sipas detyrës zyrtare, janë 3 anëtarë të tjerë që zgjidhen nga sistemi prokurorial dhe janë 3 anëtarë të tjerë të cilët zgjidhen nga ana e kuvendit. Dhe tash do të thotë në këtë situatë kur e kemi një balans më të madh dhe një numër më të vogël të anëtarëve, supozohet që korporatizmi do të thotë është shuar dhe më pastaj kjo do të jap tutje rezultatet e veta në praktik. Tash, nëse flasim për procesin në tërësi, këtu tash janë disa mësime që mundemi me nxjerr. E para do të thotë ky ligj do të thotë është kthimi në vitin 2021. Për gjatë këtyre viteve do thotë ka pasur eksperimente ndryshme me këtë ligj. Njëherë do thotë kur e kishte rrëzuar gjykata kushtetuese nga ideja fillestare për uljen të numrit të anëtarëve në Këshillin Prokurorial të Kosovës nga 13 në 7, Ministria e Drejtësisë kishte propozuar një version tjetër për ta ngritur numrin në 19. Do thotë e kundërta, për boll synimit për ulje të numrit në 7 e ka rritur në 19. Kjo do thotë, kjo çështje ishte kundërshtuar nga ana e Komisionit të Venecias dhe më pastaj do thotë ka pasur konsultime të vazhdueshme, konsultime do thotë kanë qenë adekuate. Po flasim pas opinionit të dytë të Komisionit të Venecias dhe tash e kemi këtë ligj që sot ka kalu në gjykatë kushtetuese. Problematika e këtyre eksperimenteve të ndërmarra për gjatë kësaj kohe na ka krijuar një vonesë për shkak se sikur mos hynem në eksperimente të tilla, sot do të fletnim për zbatim të ligjit, për të arriturat e ligjit deri më tani dhe jo vetëm për faktin që ligji ka kaluar në gjykatën kushtetuese. Tash, ky fakt do të dëshmon që kur ka konsultime adekuate me të gjithë aktorët, me partnerë ndërkombëtar, me aktorë të shoqërisë civile, ka një konsultim adekuat të mirëfillt, ligjet kalojnë në gjykatë kushtetuese. Dëshmon që gjykata kushtetuese nuk është një institucion politik i kopër në rastet kur ka gjetur. Do të kthehemi tek ajo dhe të akuzat e qeverisë. Edhe një çështje, sikur të kishte konsultim adekuat, ndoshta sot do diskutonim që ka kalu edhe Byroja për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Mirë, po do të thotë kjo mënyrë, kjo çështje na ka kriju deri tek këto rezultate që duhet me prit vite e vite që thjesht me u miratu një ligj përderisa sot do duhet të flitej për rezultatet e tij. Do duhet kishim suksese të prekshme. Definitivisht po. Zoti Odaj, ju e shihni këtë si një